Kemi një politikë, pandej unë gjykoj që politika jonë dëgjon më shumë vetveten se sa qytetarët dhe janë mësuar ta bëjnë këtë gjë. Ka ardhur momenti dhe kjo protestë të kërkon, gjykoj. Kërkon që politika të dëgjoj qytetarët, të dëgjoj shqiptarët, por nuk po e shikoj akoma këtë reflektim. Shikoj frikë, shikoj panik, shikoj pa përgatitje, sa i takon mënyrës se si duhet menaxhuar kjo mënyrë reagimi qytetarëve që për së vërtetës, kjo valzëmëri, po për së vërtetës është një reagim jashtëzakonisht i dobishëm për demokracinë, gjykoj unë. Demokracia shqiptare realisht është në një rrezik. Ne jetojmë këtu dhe prekim për ditë se ç'a ndodh. Ka një klimë jashtëzakonisht të vështirë në këtë vend, gjithmonë më tepër autoritariste, gjithmonë më tepër shtypse, që shpërfaqet gjithandej, pra, dhe kuptohet që po rrezikon demokracinë në vend. Është në rrezik dhe është fati i demokracisë në lojë. Në këtë protestë është fati i demokracisë në Shqipëri në lojë. Dhe nuk është çështja vetëm të dy individ, është çështja te modeli që ne na është ofruar për dekada, dhe që këtë model qytetarët shqiptarë nuk e duan më dhe nuk duan që të jenë detyruar të zgjedhin midis këtyre dy figurave, që për së vërtetës na kanë lodhur. Duan diçka tjetër, duan mënyra të reja përfaqësimi. Se si do zhvillohet më tej, ngelet për tu parë, dhe unë uroj që kjo protestë e bukur të vazhdojë të ngelet e tillë, të vazhdojë të ngelet qytetare, të vazhdojë të ngelet masive, dhe të japë atë mesazh që duhet dhënë për këtë klasë politike. Pra duhet dhënë mesazhi i ndryshimit të mënyrës se si është bërë politika në Shqipëri, të mënyrës se si shikohet shërbimi publik. Ndryshimi bëhet me vot, me zgjedhje. A shikoni që aty nga i shesh të dalë një parti politike, një subjekt, një lëvizje, nuk e di çfarë emri mund të ketë në këtë moment? Ajo është një moment tjetër, gjykoj. Nuk jemi aty akoma. Unë gjykoj që zgjedhjet patjetër janë thelbësore për demokraci, por jo gjithçka dhe jo gjithmonë zgjedhjet janë treguesi i nivelit demokracisë. Një tregues tjetër nivelit demokracisë në një vend caktuar është mënyra se si ti i dëgjon njerëzit, se sa i vëmendshëm janë ndaj tyre, se si ti i qeveris ata. Dhe nuk është çështja këtu thjesht dhe vetëm me numrave. Kjo protestë nuk ka të bëjë me numrat, pavarësisht se është masive. Një protestë që ne nuk e kemi parë ndonjëherë të zhvillohet në asnjë forcë politike. Do thonë ju, ca ditë mund të ketë më shumë njerëz, ca ditë më pak, patjetër. Por nga masiviteti, nga pjesëmarrja, nga përfshirja, nga energjia e mirë që qarkullon aty, nga fytyrat e bukura që janë aty në atë shesh, ti kupton që është diçka ndryshe kjo në Shqipëri. Dhe ata që se shikojnë janë duke bërë një gabim historik. Këto janë momente historike për Shqipërinë. Dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm. Ka thirrje her pas here edhe nga qeveria që jemi gati edhe për dialog, për të gjetur edhe një përfaqësi se kush po është e vështirë të ketë një përfaqësi mes shumë grupimeve që janë atë shumë heterogjene sepse aty është gjithë shoqëria shqiptare për së vërtetës. Për një synim dhe për një qëllim, gjykoj, për një politikë ndryshe. Është shumë e bukur parulla shqipëriere, sepse do të thotë që duam diçka ndryshe. Duam një mënyrë të qeverisurit dhe të bërit politikës ndryshe. Pra, politika ka lindur dhe duhet jetë në fund të ditës një ideal. Një ideal që ka të bëjë me përmirësimin e të mirës publike, jo me degradimin e të mirës publike. Dhe çdo politikan, çdo udhëheqës që merr përsipër përgjegjësinë të qeverisë vendin, ka një përgjegjësi dhe një përgjegjshmëri të shtuar dhe ka mbi shpinë një barr jashtëzakonisht të rëndë. Dhe ai duhet të shërbejë aty dhe duhet largohet kur vin momenti. Dhe ky është një leksion tjetër i rëndësishëm i demokracisë që këta nuk e kanë kuptuar. Nuk është çështja vetëm të fitosh votat, edhe të thuash mora 800 apo mora 700 apo mora 600. Çështja është si ti mbash me nder ato vota dhe si ta zbatosh me nder atë kontratë sociale që ke lidhur me shqiptarët. Pra, nuk është çështja e numrat, është çështja e morali, është çështja që kjo mënyrë e të bërit politik ka thyer besimin e njerëzve. Këtu është çështja, është thyer besimi. Jam dakord me ty, po Edi Rama deri tani kur është pyetur nga mediat italiane drejt për drejt, në fakt ka thënë që ai nuk e mendon dorëheqjen se ka një mision të antarësojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe me sa duket 2029-2030 është afati që ai ka vënë antarësimit vendit në Bashkimin Evropian. Si vjen zgjidhja, është dhe kërkesa maksimaliste që kanë vënë protestuesit dorëheqjen e Edi Ramës? Është kërkesa e parë kjo dhe unë gjykoj që ai mund të ketë shumë ëndra në sirtar, por jo çdo ëndër realizohet në fund ditës. Dhe mos ta harrojmë që edhe në çështjen e rrugtimit në BE, ne kemi sot Malin Ezi që është para nesh. Presidenti Malit Zi ka qenë jo më larg se para 2 ditësh dhe ka mbajtur një fjalim në Parlamentin Evropian, i ftuar atje për të dhënë një fjalim në seancë plenare. Ndërkohë, për Shqipërinë ka një mesazh tjetër nga
rezoluta e Parlamentit Evropian, që lidhet drejt së drejt me situatën politike në vend, dhe që lidhet drejt së drejt me zhvillimet e fundit, qoftë legislative në mbrojtjen e pasurive kombëtare dhe pasurive europiane, zonave të mbrojtura pra, pavarësisht se keq lexohet apo se tentohet të ndryshohet narrativa, të manipulohet, se e kanë atë mjeshtrin, por unë gjykoj që mesazhi është shumë i qartë. Dhe, për më tepër, kujdesi që ata nënvizojnë në atë rezolut ndaj protestave masive. Nuk flasin as për destabilizim, as për dizinformim, po flasin për kujdes ndaj kësaj proteste. Ky është mesazhi. Dhe është drejt për së drejt i lidhur Ja ta mbaroj fjalin. Është drejt për së drejt i lidhur fati i integrimit në Europë me situatën aktuale politike. Qofse klasa politike, qofse jo vetëm klasa politike, por qofse ky që qeveris Shqipërinë nuk reflekton, rrugtimi në BE është në dyshim në kuptimin e përshpejtimit të tij. Jo se do ndryshojmë në orientim, se ai orientim tashmë është marrë. Ne jemi në rrugtim. Ne jemi dorëheqje, s'ka alternativë të dytë në këtë fazë. Ajo është në vullnetin e shqiptarëve se çfarë ndodh. Dhe nuk mund ta them unë, dhe as nuk mund ta thoj askush, edhe ai që pretendon se ka marrë kaq mijë vota apo aq mijë vota, duhet kuptoj që dinamikat dhe realitetin ku është Shqipëria sot. Çfarë kërkon rinia sot? Si e shikon politikën? Dhe mos ta harrojmë asnjëherë që nuk është edhe njëre për gjithmonë asgjë. Patjetër u fituan zgjedhjet dhe patjetër me zgjedhje bëhet në demokraci, në pushtet mund të vish me zgjedhje, por ka dhe revolta dhe protesta qytetare, paqësore, që duhen dëgjuar dhe duhet reflektuar mbi atë. Ai masivitet që është aty, ajo përfshirje atyre njerëzve që ndihen të papërfaqësuar në kjo klasë politike, duhet marrë në konsiderat. Këta nuk kanë dashur ta dëgjojnë zërin e shqiptarëve. Ditë më parë tha që edhe po jenë 500.000 në shesh nga kontratën me 800.000 që më kanë votuar një vit përpara. Shikoj, këto janë pastaj shumë serioze këto deklarate, duhet shumë kujdes kur flitet me këtë gjumë, gjykoj unë. Dhe duhet një lloj reflektimi tjetër, sepse këto pastaj të çojnë në disa pasoja këto lloj deklaratash që mund të jenë shumë me kosto për vendin, shumë të rënda, sepse fati i Shqipërisë nuk është i lidhur me asnjë. Dhe për më tepër i rëndojnë edhe partive politike. Partia Socialiste nuk duhet të identifikohet thjesht dhe vetëm me emrin e dikujt, që është ky që qeveris vendin tani. Është një krijesë që është shumë e vjetër se ai, me një trashëgimi krejt të ndryshme, me njerëz idealist, po doni ju, që besonin te një ideal, pavarësisht se si u përkthye ideal pas luftës dytë botërore kështu me radhë, si u devijua në disa elemente të tjerë që quan dhe ndërtuan atë Shqipëri që për së vërtetës ishte ajo e 50 viteve diktaturë, por mos ta harrojmë trashëgimin ideore të atyre njerëzve që dëshironin të kishin një Shqipëri ndryshe, që t'i përgjigjej të vobektit, që t'i përgjigjej njerëzve në nevojë. Nuk është ideali i smajtës, nuk është ideali që ta lidhi me një individ dhe ta çojë në gremin. Realiteti është tjetër, është tek individi. Dhe partia është më e rëndësishme se individi. Sot ne kemi individin më të rëndësishme se partia. Dhe po e merrin qafë partinë, po vazhdoj kështu. Do ta marrin qafë partinë. Do të zej brenda ajo ngrehin. Po vazhduan me kokforci mos të dëgjojnë shqiptarët.